e parashikon rregulloria, zotë kryetar. Duhet të caktohet të mërkurën e parë. Ju vazhdoni të shkelni rregulloren. Kjo është e papranueshme. Rregulloren nuk mund ta zbatoni vetëm kur doni ju. Duhet të zbatohet gjithmonë. Duhet të zbatoni ligjet, kushtetutën e këtij vendi. Nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë. Nuk mund të vazhdohet. I shikoni njerëzit që kanë dalë apo jo? Apo nuk i shikoni? Kalojnë afër shtëpive tuaja apo jo ata njerëz? Janë me 10 mira. Delta Ulanti dhe i tallë. Flamingo, thot. Keni vjedhur shqiptarët. Keni shitur Shqipërinë. Keni shitur interesin e shqiptarëve në këto 35 vjet. Kanë dalë shqiptarët në shesh, po protestojnë kundër jush, dhe ju i tallni. Ky parlament duhet të shkrihet sa më shpejt. Nuk ju duan më njerëzit. Do ju vinë të marrin zvarr, siç keni bërë ju me ta këto 35 vjet. Nuk mund të vazhdoni të injoroni. S'ka më. Taulant, ki kujdes Taulant. Mos kalo afër koshit të plerave, se në një ditë do të marrin dhe do të fusin brenda, si kanë bërë në vende tjera. Është turp që po bëni. Nuk mund vazhdoni të injoroni qytetarët. Janë mbushur sheshet. Do mbahet mend si qeshori protestave. Dhe ju injoroni. Është turp. Turp. Dilni aty me njerëzit. Pse i shmangni? Pse i injoroni? Mjaft i vodhët. Mjaft i shtypët. Mjaft u anëzit jetën këtu në Shqipëri. I detyruat të iknit. Është turp. Zoti Sheja ju kujtoj që jeni për procedurë. Po, për procedurë jam. Pse nuk e respektoni rregulloren? Pse nuk e respektoni? Është e shkruajtur apo jo? Dakor, po nuk ka lidhje me pjesën tjetër. Ka lidhje ç'ke me të. Nuk e vendosni ju se me çfarë ka lidhje, me çfarë për çfarë të flasur. Ju sqaroj për këtë pikë teknike të rregullores, po nuk ka lidhje me zgjerimin politik që po i bëni. Na del kryeministri dhe thot, po pse thot, do kemi zgjedhjen e çdo herë që dalin disa aty protestojnë? Se ju duken disa? Janë me 10 mira. Po, kur populli ngrihet, duhet të shkojnë në zgjedhje. Pse ju duket e çuditshme? Apo se mendoni keni fituar? Keni fituar zgjedhjet e mund të vini për 4 vjet, të pashqetësuar. Nuk funksionon kështu demokracia. Votat nuk merren për të vjedhur. Votat merren për të qeverisur. Dhe nëse populli ngrihet, duhet ta dëgjoni, duhet ta respektoni. Se ndryshe do ju marri zvarr.